تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ne bidhnillahi ta'ala do vazhdojmë me këtë poezi madhështore të Ibn Abi Davud e Sigjistani rahimahumullah, dhe jemi te pjesa ku thot autori rahimahullah: wa qul yukhriju Allahu al-'azimu bi fadlihi min an-nari ajsadan min al-fahmi tutrahu. Përkthimi I kësaj është ku thot autori rahimahullah se thuaj, dhe këtë thuaj do më thonë duke qenë I bindur se kjo është aqidja e ahli sunna wal jamaa. Thuaj këtë do më thonë me bindje të palëkundshme se Allahu I madhërisëm me mirësinë e tij nga zjarri do të nxjerr trupa ose njerëz që janë bërë qymyr, që janë bërë do më thonë trupat e tyre, do më thonë trupat e tyre e njerëzve. Këtu thotë Sheh Arafati hafidhahullah, do më thonë flitet për njerëz prej besimtarve, prej monoteistave, por shkaku I mëkateve që I kanë bërë ata e kanë meritu dënimin. Shkaku si pasojë I mëkateve që kanë vepruar, do të thonë, kanë hyrë në zjarr. Por ahlu sunna wal jamaa besojnë se përfundimi I tyre ka me qenë xheneti. Përfundimi I tyre, do të thonë, është xheneti, siç e thot Sheikh Abdullah al-Bukhari hafidhahullah në shpjegimin e kësaj haia, ku thot se për besimtarët, për monoteistat, hyrja në zjarr është hyrje, është e tathir, e pastrimit, jo të ebit, do më thonë që tjetë për gjithmonë dhe pa fund. Ajo që është për gjithmonë dhe pa fund është për qafirat, për mushrikët. Kurse besimtari, nëse futet në zjarr, për shkak si pasojë të mëkateve, atëherë e ka për me u pastru dhe fundin e ka, do më thonë, në xhennetin. Do ketë njerëz prej monoteistave që si pasojë I qëndrimit në zjarr do bëhen trupat e tyre, do më thonë, si qymyr. Si qymyri, do më thonë, janë të zezuar. Janë, do më thonë, na trupat e tyre të, do më thonë, të aq të zeza, dhe sikur që janë, do më thonë, kur digjet, do më thonë, kur digjet, do më thonë, në diçka, edhe ajo gjurma që e len zjarri pastaj. Gjurma, thonë, është e zez edhe e thatë. Ashtu, do më thonë, edhe trupat e tyre, dyre, do më thonë, situata e atyre besimtarve, por fundi I tyre është, do më thonë, është xheneti, ku thot autori: ala nahri fil firdausi tahya bimaihi ke habbi hamili sejli idha gja yatfahu. Do më thonë, pasi me mirësinë e Allahut subhanahu wa taala dhe mëshirën e tij këta do dalin nga zjarri dhe do futen në xhennet dhe do lahen, do më thonë, në lumejt e xhennetit, në lumin që është thonë, do më thonë, lumi I jetës, ku do futen në atë lum dhe do kthehen, do më thonë, dhe do pastrohen për ato gjurmave, do më thonë, që kanë pasuar nga dënimi I zjarrit. Do thonë, do kthehet, do më thonë, ajo forma e vjetër. Këtu e ka përmend autori rahimahullah, ke habbi hamili sejl, do më thonë, si ajo kokra, ose fara, ose, do më thonë, ajo fara lule diellit, ose bisht ajrohet, do më thonë, ose, do më thonë, bim të tjera. Si pasojë, do më thonë, të përmbytjeve, kur vjen, do më thonë, sidomos në për luginat, kur kalon ujë I madh,
pas përmbytjes në anën domethënë ku ka kalu ujti, anësh domethënë mbetet ujti domethënë balta aty. Edhe balta kjo është krahasim këtu, krahasim domethënë sikur se ata janë të zezuar nga dënimi në zjarr, sikur se ajo balta domethënë pasi që kalon vërshimi dhe përmbytja. Kjo është një krahasim. Krahasimi tjetër është domethënë këtu që idha gja yatfahu, domethënë kjo tregon se me shpejtësi ato domethënë lulet, ato domethënë farat ose kokrat rriten shpejt pasi që kalon ujti, edhe rritja domethënë është rritje intenzive, domethënë me shpejtësi të madhe. E njëjta gjë domethënë do ndodh edhe me ato xhehenemlit, se do thuhet aty në domethënë ka ardhur në hadithe el xhehenemiyun, domethënë xhehenemlit që do dalin dhe ashtu domethënë do kthehet atyve domethënë në forma e tyre si e kanë pas. Këtu thot Sheikhu jon Sheikh Abdul Bukhari hafidhahullah se në këtë pjesë të poezisë përmban refuzim kundër Khawarij dhe po ashtu edhe el Mu'tazila. El Khawarij dhe el Mu'tazila, se ata besojnë domethënë se kush hyn në zjarr, domethënë nuk ka dalje për të. Është domethënë përgjithmonë dhe pafund në zjarrin e xhehenemit. Kurse ahlu sunna wal jamaa domethënë i kanë kundërshtuar domethënë në këtë çështje, sepse argumentet aludojnë se muslimanët, siç e thotë Sheikh Arafati hafidhahullah, muslimanët janë 3 llojesh, në 3 kategori. Domethënë e dhalimu li nafsihi, ai që ka bërë domethënë vetvetes pa drejtësi, me mëkate, po ky prap vazhdon me qenë musliman. Pastaj ai domethënë që i bën, ai që është në mes domethënë, si më thon, ai që i bën që i kryen obligimet, detyrat dhe i braktis haramet, çështje të ndaluara. Dhe pastaj kemi domethënë më të mirit në mesin e tyre, ato domethënë që ngarojnë në veprat e mira. Ata jo vetëm që i kryen obligimet dhe i largojnë mëkateve, po bojnë edhe vepra vullnetare. Këta janë domethënë muslimanët dhe këta janë domethënë 3 lloje të muslimanëve. Që do të thotë domethënë muslimanë nuk janë domethënë në një peshore vetëm, ose në një nivel, por ndryshon domethënë situata nga shkaku i veprave. Thot Sheikhu, Sheikh Abdul Bukhari hafidhahullah, ai i cili vepron mëkate të mëdha pre muslimanëve, i ka 2 situata. 2 situata i ka. Situata e parë domethënë që mos me vazhdu në atë mëkat. Domethënë pendohet dhe kthehet. Ai që pendohet, thot Sheikhu, kemen la dhanba lahu, sikur sa ai tjetër që nuk ka bu mëkate. Sepse pendohet, dhe Allahu ja pranon pendimin. Lloji i dytë, edhe këtu është ajo pjesa e poezisë domethënë që ndërlidhet, situata e dytë e muslimanëve është ai i cili ka vepruar mëkate të mëdha dhe ka vazhdu deri në vdekje. Dhe nuk është pendu për atyre. Nuk është pendu. Këta lloj muslimanësh janë nën mëshirën e Allahu subhanahu wa taala. Nëse do Allahu subhanahu wa taala i mëshiron nga fillimi dhe i fut në xhennet. Dhe nëse do Allahu subhanahu wa taala i dënon me drejtsinë e tij në zjarr dhe pas një kohe, domethënë e kanë fundin domethënë në el xhenna. Këtu domethënë Khawarij kanë deviju, po ashtu edhe el Mu'tazila. Dhe po ashtu thot Sheikhu Sheikh Abdul Bukhari hafidhahullah se kjo pjesë të kësaj poezisë këtu ka të bëjnë domethënë me imanin bil yawmil akhir. Do thonë besimin ditën e fundit, në ditën e gjykimit. Se këto domethënë çështje do ndodhin fil akhira dhe ndërlidhet domethënë në mënyrë specifike me mëkatarët që kanë qenë domethënë monoteista. Monoteista po kanë vepruar mëkate dhe kanë vazhduar të i bëjnë ato mëkate. Atëherë është çështja e tyre domethënë që përfundimin e kanë në xhennet. E kanë përfundimin në xhennet. Këtë kjo pjesa e poezisë
ke habbi hamil li sejli idha gja yadfahu. Kjo ka ardhur domethënë në hadithe, ke habbi hamil. Sikur sa ajo kokra, ajo fara. Edhe kur ka ardhur në hadith, pejgamberi alayhi salatu wasallam e ka përshkruar se nëse e kap dilli, ajo bëhet më e verdh. E nëse e kap domethënë në kundosh ku ka hije më shumë, ajo domethënë e ka ngjyrën e bardhë. Atëherë dikush prej sahabëve, kur e ka dëgju pejgamberin alayhi salatu wasallam duke përshkruar këta fara, këta kokrat, se si zhvillohen kur janë nën hije ose nën diell, atëherë yani kana yata'ajjab u habit domethënë se si ka mundësi se këta sene i din vetëm ata që janë domethënë që jetojnë në bujk edhe në përfshatna, kurse pejgamberi alayhi salatu wasallam ka jetuar në Mekë edhe ka jetuar pasaj në Medinë. Por thotë Sheikh Arafati hafidhahullah, yani pejgamberi alayhi salatu wasallam ka fol këtu edhe ka fol me wahi, me shpallje. Pastaj te çështjen tjetër, ku thot autori rahimahullah, wa inna rasulallahi lil khalqi shafi'un wa inna adhab al qabri bil haqqi muwaddahu. Do thon këtu e tregon domethën Ibn Abi Dawud as-Sijistani rahimahullah, po ashtu edhe një pjesë tjetër që është i rëndësishëm në besimin e ehli sunna wal jamaa, ku thot vërtet ose me të vërtet i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam për krijesat do të jetë ndërmjetësues. Do të jetë domethënë ndërmjetësues. Thot Sheikh Arafati hafidhahullah, se kjo është domethënë prej akidës së ehli sunna wal jamaa, se ata besojnë në shefatin. Shefatin kush e posedon Allahu subhanahu wa taala dhe kam ia dhënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Esh-shafa'a, domethënë aspektin gjuhësor, është e kundërta e el-witr. Domethënë çift. Witr është tek, shefati është domethënë në çift. Kuptimi në aspektin fetar, që e kanë shpjeguar dietarët, thotë Sheikh Arafati hafidhahullah, kjo është me ndërmjetësu për dikë tjetër, që me i sjell atij ndonjë dobi ose me ja larguar atij ndonjë dëm. Kjo është shefati, do të thonë kuptimin fetar, që me ndërmjetësu për dikë tjetër, që ti sjellësh atij ndonjë dobi ose ti largohet atij ndonjë dëm. Dhe shefati domethënë është thabit, domethënë është i vërtetuar në librin e Allahut subhanahu wa taala dhe po ashtu edhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shefati i ka dy kushte. Kushtet e shefatit janë: kushti i parë është el-idhn lish-shafi', domethënë me i dhënë Allahu taala atij leje. Ati që dërmjetëson, dërmjetësuesit me i dhënë Allahu taala leje. Pse? Sepse poseduesi i shefatit është Allahu subhanahu wa taala dhe të jetë i kënaqur me të. Kushti i dytë është të jetë i kënaqur Allahu subhanahu wa taala me atë për të cilin do bëhet dërmjetësimi. Do thonë ai treti që për të kërkohet dobia ose largimi i dëmit, që Allahu subhanahu wa taala të jetë me atë njeri, të jetë i kënaqur. Pastaj, sa i përket shefateve, ndërmjetësimeve që do i ketë pejgamberi alayhi salatu wasallam, janë disa. Shekhu këtu, Sheikh Arafati hafidhahullah, ka përmend 7 lloje shefate. Shefati i parë është ai esh-shafa'atul uzma. Ai do të thonë shefati madhështor, shefati i madh. Dhe këtu do shfaqet në këtë shefat pozita e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se njerëzit do shkojnë te Ademi alayhi salatu wasalam, e kështu me radhë te Nuh alayhi salatu wasalam, te Ibrahim alayhi salatu wasalam, te Musa alayhi salatu wasalam, te Isa alayhi salatu wasalam, dhe në fund do shkojnë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe ai do thotë ana laha. Un jam domethënë për atë lloj shefat. Edhe padyshim do të thonë se këtu do shfaqet edhe pozita e madhe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe ky shefat për çka është? Ky shefat është domethënë që Allahu subhanahu wa taala me i gjiku krijesat. Do thonë që Allahu subhanahu wa taala me fillu me gjykimin e krijesave. Se pasi që, thotë Sheikh Arafati hafidhahullah, pasi që njerëzit do thonë do ringjallen
nga varezat e tyre, do dalin, dhe dili do më thonë dhe shumë afër tyre, dhe dhe do më thonë ditë e randë dhe madhështora, atëherë do kërkojnë do më thonë ata që pejgambert, që të dërguarit e Allahut të dërmjetësojnë. Dhe kështu do më thonë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, dhe këtë lloj shefate ka vetëm pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, do thonë Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam. Dhe ky lloj shefat është për gjithë njerëzimin, për gjithë njerëzimin. Do më thonë, el mu'min wal kafir, për muslimanin, për besimtarin, dhe po ashtu edhe për qafirin. Do thonë që fillohet do thonë me gjykimin e njerëzimin. Prandaj dhe thot Ibn Abi Dawud rahimahullah, inna Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam lil khalqi shafi'un, do thonë për krijesat. Dhe këtu përfshihen do thonë edhe muslimant, besimtarët, po ashtu edhe el kuffar, po ashtu edhe qafirat. Lloji i dytë i shefateve, lloji i dytë, shefati për njerëzit do më thonë që kanë bërë mëkate të mëdha dhe kanë përfundu në zjarr. Ka me ndërmjetësu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për ata që të nxiren nga zjarri, që të dalin do thonë nga zjarri i xhehenemit. Kjo është lloji do më thonë i dytë për ahlul kebair, për ato do më thonë që kanë vepruar mëkate të mëdha, dhe ta kuptojmë mirë me atë që e tha Sheikh Abdullah Buhari në fillim, do thonë kanë vepruar mëkate të mëdha dhe e kanë përfunduar jetën duke i vepruar ato. Nuk hyn këtu do më thonë ato që kanë vepruar mëkate të mëdha dhe janë pendu. Ai i cili është pendu do më thonë është sikur sa ai që nuk ka mëkat. Barakallahu fikum. Pastaj lloji i tretë i shefatit është ai lloji i shefatit që të hapet dera e xhennetit. Që të qilet, që të hapet, do më thonë dera e xhennetit. Lloji i katër është i shefatit për të i lehtësohet dënimi atit ose atyre që do jenë do më thonë në zjarr. Dhe ky lloj shefat është i veçantë për migjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Abi Talib, dhe po ashtu është i veçantë edhe për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Sepse El Abbas radiallahu anhu i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, çfarë dobi i solle ti xhaxhës tënd? Sa i do më thonë që ndroj me ty, të përkrahi ty dhe në mbrojti ty, ti çfarë dobi i solli atit? I ke sjell do më thonë. Atëherë tha pejgamberi alaihi salatu wasalam që atit do më thonë do i lehtësohet do më thonë dënimi i zjarrit. Do më thonë nuk delaj nga xhehenemi, ka me vazhdu për gjithmonë dhe do më thonë pa fund. Ebu Talib se ka vdek si kafir, ka përfundu do më thonë si kafir. Edhe këtu nuk i fusin në logjikën, me thonë si Rafida, qabbahahumullah, ata thonë çfarë Zot është ai i cili e lën Ebu Talibin në zjarr për gjithmonë dhe çdo herë, kurse ai ka përkrah Muhammedin alayhi salatu wassalam dhe është babai i Aliut, këtu i them kjo pjesë aty në radiallahu anhu, Aliu radiallahu anhu. Çfarë Zot është ai që Abu Talibin e fut në zjarr, kurse Abu Sufjanin e fut në xhennet. Kurse Abu Sufjanin e fut në xhennet. Se Abu Sufjan është me në sahaba. Dhe sahabat janë inshallah kulluhum fil janna. Edhe Abu Sufjani ka, do të thonë, është konvertuar në islam me sinqeritet. Me sinqeritet. Jo nga Afrika. Edhe tregon domethënë se kanë qenë këta njerëz të sinqertë Abu Sufjani radiallahu anhu, që pastaj domethënë kanë luftuar në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Që mas hapjes së Mekës i ka thënë pejgamberit alayhi salatu wasalam, ma jep mu atë vend që unë domethënë ta menaxhoj, ta drejtoj, edhe du të luftoj në rrugën e Allahut ashtu si kam luftuar edhe në rrugën e shirkut. Tash du ta laj atë duke luftuar në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, dhe në njëna prej betejave aty e ka humb njërin sy. Pastaj ka shku me fëmijët e tyre, me fëmijët e vetë, me Muawiyan radiallahu anhu dhe Jezidin radiallahu anhu. Do thonë Jezidi, jo Jezidi ibn Muawiya, po
Muawija ka pas një vlla që ka pas emrin Jezid. Njerë fillimisht Omeri radiallahu anhu ja ka dhënë, do të thonë, wilajen, pushtetin Jezidit në Sham. Po është vra Jezidi radiallahu anhu, në rrugën e Allahut duke luftu, pasaj e ka marrë, do të thonë, në Muawija radiallahu anhu. Abu Sufjani radiallahu anhu, në një betejë tjetër, ku romakët, do më thonë me shigjetat e tyre, aq shumë shigjeta, me qindra mija shigjeta u kanë lishu muslimanve për njëherë, edhe se dista qindra mija prej sahabëve dhe prej tabinve i kanë goditur në sy, do më thonë, va ka up shikimin. Aty Abu Sufjani radiallahu anhu, ja kanë godit syrin tjetër edhe është verbru. Do më thonë, ky njeri të dy atë syt i ka hup, do më thonë, në rrugën e Allahut duke luftu. Edhe kjo të në thonë sinceritet. Edhe thuhet se, do më thonë, në atë bete që ka hup shikimin, syrin e dytë, do më thonë, kanë qenë, do më thonë, musliman në fillim të hup. Abu Sufjani ka qenë mbi 80 vjet. Mbi 80 vjet ka pas, radiallahu anhu, edhe ka shku me luftu në rrugën Allahut subhanahu wa ta'ala, edhe u ka dhënë kurajo muslimanve. U ka lënë kurajo muslimanve dhe ka thënë, ala inna nasra Allahi qarib. Ala inna nasra Allahi qarib. Me të vërtet, do më thonë, ndihma e Allahut është afër. Me të vërtet, ndihma e Allahut është afër. Do më thonë, çështja e Abu Talibit, për gjithmonë pa fund në zjarin e xhehenemit. Por gjën që ja ka sjell pejgamberi alayhi salatu wasallam si dobi është, që më thonë, që i lehtësohet atij, domethënë i lehtësohet atij dënimi në zjarr, por nuk del asnjëherë nga zjarri. Kurse Ibrahimit alayhi salatu wasallam nuk do i lejohet me ndërmjetësu për babain e tij. Nuk do i lejohet. Se esh-shafa'a në origjinë është e dua, të lutesh për dikën. Të lutesh Allahut për atë personin, për tjetrin. Ibrahimit alayhi salatu wasallam një gjë e tillë, domethënë, nuk do i lejohet. Allahu alem, do thonë këtë çështje, sepse Azar, babai i tij, nuk ka qenë njëri që e ka ndihmu Islamin, që e ka përkrah Ibrahimin alayhi salatu wasallam dhe ka qëndruar me Ibrahimin alayhi salatu wasallam, sikurse në anën tjetër Ebu Talib me pejgamberin alayhi salatu wasalam. Pastaj shefati i pest, do të thonë kategoria e pest ose lloji i pestë i shefateve, që të ngritet shkalla xhennetlive. Do të thonë disa prej xhennetlive do kenë një shkallë të caktuar, por pejgamberi alayhi salatu wasallam ka më ndërmjetësu për ata që shkallët e tyre dhe më lartë të bëhen. Kjo është, do të thonë, njëri prej llojeve të shefatit. Pastaj lloji i 6, thotë Sheikhu Sheikh Arafati hafidhahullah, do të ketë, domethënë, ndërmjetësim shefat për disa prej xhenetlive që ato të hyjnë në xhenet pa llogari, Pastaj thotë Sheikhu, lloji 7 dhe i fundit, dhe këtë kanë përmend disa prej dietarëve kanë përmend këtë lloj të shefatit, që do ketë njerëz që veprat e tyre të mira dhe ato veprat e tyre të këqija mëkatet do jenë të barabarta. Njësoj. Do thonë në peshore do jenë njësoj. Atëherë, sipas mendimit të disa prej dietarëve, këtu do të thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam do dërmjetësoj për ata që të futen në el gjenna, që të futen, do të thonë, në gjennet. Pastaj të çështja e qabrit, do të thonë varrit, wa inna adhab al-qabri bil haqqi muwaddahu, do të thonë vërtet, dënimi i varrit është real i vërtet, dhe kjo është e qartë. Do të thonë dënimi, dhe kjo po ashtu, do të thonë, edhe naim el-qabr, do të thonë kënaqësia, lumturia në varr, është, do të thonë, e vërtetuar në librin Allahut subhanahu wa taala, po ashtu edhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ijma'a es-salaf, që njerëzit e bindjes, ahlut ta'a, do të thonë, do shpërblehen që në varrezat e tyre. Kurse mëkatarët dhe pabesimtarët, do të thonë pabesimtarët patjetër, ata do të thonë e kanë grop prej gropave të
të xhehenemit. Këtu thot Shekh Fuzani hafidhahullah se dënimi i varrit është dy llojesh. Lloji i parë është i përhershëm deri në ditën e ringjalljes. Këtu marrin pjesë qafirat. Atyre domethënë dënimi në varr nuk do ju ndërpritet. Në mënyrë të vazhdueshme do të dënohen. Kurse besimtarët, muslimanët, monoteistët, që kanë vepruar mëkate dhe dënohen në varr, kjo domethënë nuk është për herë. Por ndërpritet domethënë, dhe thotë Shekh Fuzani hafidhahullah, ka mundësi që ndoshta ndërpritet për shkaku i lutjeve që i bëjnë domethënë njerëzit të gjallë, fëmijët e kështu me radh, për atë të vdekurin, që i lutën Allahu subhanahu wa taala për falje e kështu me radh, ose sadakaja, thotë Shekh Fuzani, lëmosha, që qitet dhe jepet domethënë për të vdekurin. Kjo sa i përket domethënë llojeve të dënimit në zjarr, në varr. Pastaj, sa i përket dënimit dhe po ashtu edhe kënaqësia në varr, thotë Shekh Arafati hafidhahullah se është transmetuar një gjë e tillë nga 39 prej sahabëve ridvanullahi alejhim. Nga 39 prej sahabëve ridvanullahi alejhim. Dhe dënimi në varr ndodh në shpirtin e të vdekurit dhe po ashtu edhe në trupin e tij. Në shpirtin e të vdekurit dhe në trupin e tij. Dhe thot Shekh Arafati hafidhahullah, dhe këtu bazohet te fjalët e Sheikhul Islam Ibn Taymija rahimahullah, se qad tu'adhab munfaridatun ay an-nafs 'an al-badan, domethënë ka mundësi që në disa raste vetëm nefsi, vetëm shpirti dënohet, e jo domethënë trupi, e ndodh domethënë që me qenë muttesilatun, që me qenë domethënë e bashkuar me trupin dhe së bashku domethënë edhe me trupin po dënohet. Dhe çka më erdhi interesant, fjalët e Shekh Uthejminit rahimahullah në lidhje me këtë çështje, thotë Shekh Uthejmini rahimahullah se me vërtetu domethënë se dënimi, se thotë Shekh Uthejmini rahimahullah, dënimi i varrit është i vërtetuar me Kur'an dhe Sunet, dhe ajo që e kap domethënë njeriu domethënë me shqiset e tij domethënë, shqisa e njeriut. Edhe çka thotë Shekh Uthejmini rahimahullah si argument për këtë, thotë pyeteni, shkoni pyeteni domethënë ata njerëz që janë natën afër varrezave. Çka dëgjojnë ata dhe çish kanë dëgjuar ata. Pyeteni domethënë is'alu domethënë ato që janë si lloj xhiran aty ose si lloj afër domethënë të el qubur ose el maqbara, domethënë te varrezat. Pastaj Imam Uthejmini rahimahullah thotë, nëse do ta shohish pamjen, nëse dëshiron ta shohish pamjen e ditës së gjykimit, por në një formë të zvogluar, atëherë shko te varrezat, aty i gjen të ndershmit dhe të pandershmit, burra dhe gra, i madh dhe i vogël, të gjithë janë të barabartë, të gjithë janë në rrdhe. Nuk posedon aty askush, as do një kështjell, as do një shërbetor, as gjë. Dhe thotë Shekh Uthejmini rahimahullah, li hadha qil awwal adli al akhira al qubur. Domethënë, drejtësia e parë e ahiretit janë varrezat. Drejtësia e parë e ahiretit janë varrezat. Dhe thotë, vazhdon Shekh Uthejmini rahimahullah duke thënë, disa njerëz shkojnë te varrezat dhe shtrihen në varr. E shtrin veten domethënë në varr. Thotë Shekh Uthejmini rahimahullah, e bën një gjë e tillë, duke thënë domethënë se kështu ai domethënë merr këshill, e përkujton ahiretin. Thotë Shekh Uthejmini rahimahullah, ne i themi atit,
ky veprim nuk është i sakt, nuk është i qolluar. Pse? Sepse pejgamberi alayhi salatu wasallam nuk ka thënë shtrihuni në varr ose në vareza. Se ajo ua përkujton ahiretin, por ka thënë vizitoni varezat. Se ajo vizita do të thonë ua përkujton juve ahiretin, prandaj dhe vdekjen. Prandaj nuk duhet të bëhet domethënë një gjë e tillë që njeriu me ushtri në varr, sepse nëse thotë Sheikh Uthaymin rahimullah, nëse njeriu e arrin një gradë e tillë që ai nuk përkujtohet, nuk për vetëm se nëse shtrihet në varr, atëherë i themi kësaj se kjo tregon ngurtësinë e zemrës së tij. Se ajo ka arrit domethënë një ngurtësi si guri thotë. Edhe më shumë. Edhe bile, edhe më shumë. Prandaj domethënë një gjë e tillë nuk është e saktë dhe thotë Al-A'mash rahimahullah. Marrshim pjesë në xhenaze dhe nuk e dishim do të thonë në men nuazzi, kënd ta gushllojmë. Do të thonë kush është ai familjari i afërt i këtij të vdekurit. Pse? Li huzni el jami', sepse të gjithë ishin të pikëlluar, të gjithë ishin do të thonë të mërzitur. Jo sot do të thonë ndodh keni pa në për familjarët, në për kojshite, ku shkojnë aty, bëjnë muhabet, bëjnë tregti, një cigare, një kështu, një ashtu. Jo. Do të thonë të gjithë ishin do të thonë të pikëlluar dhe të mërzitur, shkaku do të thonë që ishin të prekur, nga rasti do të thonë i asaj vdekjes dhe kjo ua përkujtonte do të thonë marshin mësim. Edhe na ka thënë Sheikh Khalid Ar-Raddadi rahimahullah se është përmend do të thonë te njerëzit e Medinës në kohën e sahabëve dhe në kohën e tabiinëve, kur ka vdek dikush, ajo do të thonë gjurma do të thonë, ajo do të thonë që janë tronditur, është ndiku në fytyrat e tyre dhe mas javësh ma vonë. Mas disa javë, nëse ka ardhur dikush jashtë Medinës, e ka vret do të thonë te fytyrat e tyre do të thonë atë tronditjen nga vdekja e atit filanit ose ajo gruas. Do të thonë kanë ndiku. Ne sot do sa e kthejmë shpinën nga varri, harojmë ahiretin, harojmë vdekjen, vazhdon dunjaja e kështu me radhë. Jo, selefat ridwanullahi alehim nuk ka qenë ashtu. Dhe thot Sheikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah se në berzakh, se kjo berzakh është quajtur berzakh do më thonë se është mes dunjas dhe ahiretit. Është mes dunjas dhe ahiretit, aty do kënaqen ato njerëz që kanë qenë të bindur ndaj Allahut subhanahu wa taala dhe do dënohen mëkatarët. Nga vdekja e tyre deri në ditën e ringjalljes. Do thonë aty në berzakh do dënohen mëkatarët dhe do shpërblehen do më thonë në ato të bindurin dhe Allahu subhanahu wa taala dhe nuk është kusht patjetër që të dënohet ai tjetri ose të kënaqet ai tjetri varrimi. Se dikush thotë tash në atë Evropën atje me i djeg për shembull. Mas vdekjes ta djegin edhe mendon se kështu ai i shpëton dënimit. Jo. Edhe nëse nuk e varrosin, nuk e fusin domethënë në varr dhe nuk e mshelin me dhe, prap domethënë njerëzit e bindjes do kenë shpërblime dhe kënaqësi dhe lumturi. Dhe varri i tyre bëhet domethënë bafqe për bafqeve të xhennetit. Kurse varri i mëkatarëve dhe qafirave bëhet grop për gropave të zjarrit të xhehenemit. Dhe është përmend se Uthman ibn Affan radiallahu anhu, khalifja e tretë i drejt radiallahu anhu, kur ka shku te varezat, aq shumë ka qajt sa që lehja i është lag nga lotët. I është lagur mjekra, dhe kur e kanë vrejtur njerëzit të pranishmi se disa herë kjo po ndodh, atëherë kanë thënë ja emir el mu'minin, kur përmendet xhenneti ose zjarri, do të thonë nuk je tu çajtur aq shumë sa kur çan ti do të thonë kur përmendet varri. Edhe ka thënë se ajo është do të thonë varri është stacioni i parë i ahiretit. Varri është stacioni i parë i ahiretit dhe kam dëgjuar pejgamberin alayhi salatu sallam duke thënë se kush e ka në të mirë, ka me pas do të thonë edhe më mirë. E kush do të thonë e ka keq, dhe kjo kush e ka keq aty do të thonë për qafirat më shumë,
atëherë në zjarrin e xhehenemit ka me pas edhe ma keq. Po ashtu, thot Ibnul Qayyim rahimahullah, janë fjalë domethënë madhështore të këtij imamit, madhështor dhe i shkëlqyshëm, thot Ibn Qayyim rahimahullah, ka shkaqet e shpëtimit nga dënimi i varrit. Kush janë ato shkaqe, thot Ibn Qayyim rahimahullah? Thot Ibn Qayyim rahimahullah, nga më të dobishmet, për shkaqeve më të dobishme që njeriu domethënë me mbrojt veten e tij nga dënimi i varrit, thot Ibn Qayyim rahimahullah, që njeriu kur do të flej, kur do natën të flej domethënë, të ulet pak me veten e tij dhe t'i bën vetvetes llogari. Llogari për atë që e ka humbur, që i ka ikur brenda ditës, jo brenda muajit ose brenda vitit. Neve do të na shkon 1 vjet ose 5 vjet e në asnjë farë llogari. As nuk e mbajmë mend, do të thonë çish na ka ikur dhe sa na ka ikur. Jo. Brenda ditës, domethënë, thot Ibn Qayyim rahimahullah, dhe këta janë prej shkaqeve që njeriu domethënë me shpëtu nga dënimi i varrit. Domethënë, mbrëmje, para se me flet gjumë, të ulet pak edhe të bëjnë llogari çka i ka ikur sot atit prej obligimeve, prej çështjeve të mira dhe çka ka fituar ai atë ditë. Do thonë çka i ka ikur dhe çka ka fituar jo biznesi. Sa kanë hyrë sot dhe sa kanë dalë. Se ne atë bëjmë llogarinë mbrëmta. Çish ka hyrë, çish ka dalë, çish musham edhe më shumë të nxjerr. Jo. Do thonë çish ka ikur domethënë për çështjeve fetare. Dhe çish ke fituar domethënë prej veprave të mira. Pastaj thotë Ibn Qayyim rahimahullah, pastaj e përsërit pendimin të sinqert, do thonë masi që të bëjnë vetë llogari, pastaj e përsërit pendimin të sinqert mes tij dhe Allahut subhanahu wa taala dhe kështu flen duke qenë i penduar. Bit flin gjumë duke qenë i penduar. Dhe vendos domethënë që mos të kthehet në atë mëkat, nëse zgjohet. Thot Ibn Qayyim rahimahullah, këtë e vepron çdo natë. Nëse atë natë vdes i penduar. Shkon domethënë këta imamllar. Do thonë nëse atë natë ndodh që të jetë caktimi i Allahut që ai njeri me vdes, atëherë vdes i penduar. E nëse zgjohet domethënë me vendosmëri që me punu vepra të mira dhe me u largu prej mëkateve dhe me braktis mëkatet. Prandaj kjo të jetë një përkujtim për mua fillimisht, pastaj edhe për ju, që këto çështje domethënë duhet ti shikojmë mirë dhe këto imamllar domethënë kur i kanë dhënë këto këshilla si Imam Ibn Qayyim rahimahullah, ato vetë i kanë zbatuar dhe ato gjurmët që i kanë lënë pas tyre e tregon domethënë se çfarë veprues të mëdhej kanë qenë ato për fenë Allahut subhanahu wa taala. Pastaj thot autori rahimahullah Ibn Abi Dawud as-Sijistani, wala tukaffiranna ahla as-salati wa in asaw fa kulluhum ya'si wa dhul arshi yasfahu. Dhe mos i gjyko namazfalësit me tekfir. Mos i shpall domethënë namazfalësit për çafira. Wa in asaw, edhe nëse bën mëkate. Domethënë bën mëkate domethënë që nuk janë nxjerrën nga Islami. Kjo është për çfarë domethënë? Bën edhe nëse janë ato të mëdha, si zina, vjedhja, gënjeshtra kështu me radh, domethënë mos i shpall për çafira, si pasojë të mëkateve të mëdha që i veprojnë. Wa in asaw, fa kulluhum ya'si. Të gjithë domethënë bëjnë mëkate. Të gjithë bëjnë fa kulluhum ya'si, thotë Sheikh Zejdi rahimahullah, dikush domethënë më pak, dikush më shumë. Lakin fa kulluhum ya'si wa dhul arsh, dhe poseduesi i arshit të madh yasfah, u afal. Domethënë Allahu subhanahu wa taala u afal atyre mëkatet me pendim ose në ahiret, domethënë me mëshirën e tij dhe i fut në xhenet, ose pasi domethënë
të pastrohen në zjarr, e kanë përfundimin e tyre domethënë në el Janna. Dhe thot Ibn Abi Dawudi rahimahullah, wala ta'taqid ra'y al-khawarij innahu maqalun liman yahwa yurdi wa yafdahu. Dhe mos e ki mendimin ose bindjen e khawarijve. Mos e ki domethënë këtë bindje. Po domethënë të paralemron Ibn Abi Dawudi rahimahullah, të paralemron sepse ajo bindje ose ajo rrugë është rruga domethënë e atyre që e ndjekin epshin e tyre dhe që e kanë shkatruar vetveten. Do thonë el khawarij, se këtu pse domethënë e përmendi Ibn Abi Dawudi rahimahullah, masi që u thonë njerë mos si shpall namazfalëzit për qafira, edhe nëse bojnë mëkate, pastaj përmend do thonë medhhepin, rrugën, ideologjinë e khawarijve, sepse khawarij po i shpallin muslimanat për qafira, si shkaku domethënë i veprimit të mëkateve të mëdha. Kurse këtu do me na tregu Ibn Abi Dawudi rahimahullah se besimi e ehli sunetit nuk është i tillë. Kurse kush i kanë kundërshuar ata? Kanë kundërshuar domethënë el khawarij, që rruga e tyre është rruga domethënë e pasimit të epshit dhe rruga e shkatrimit. Rruga e pasimit të epshit dhe rruga e shkatrimit. Dhe thot Sheikh Arafati hafidhahullah se el khawarij kanë rebelu, kanë dalë kundër Uthmanit radiallahu anhu, dhe po ashtu kanë dalë edhe kundër Aliut radiallahu anhu. Kundër dy prej khalifeve të drejta, kundër dy domethënë me të cilat ka qenë pejgamberi alayhi salatu wasallam i kënaqur me ata dy, el khawarij kanë dalë dhe kanë rebelu dhe i kanë vrarë. Dhe i kanë vrarë Uthmanin radiallahu anhu dhe po ashtu edhe Aliun radiallahu anhu. Dhe thot Sheikh Arafati hafidhahullah se ato khawarij të parë, khawarij e parë domethënë kur kanë dalë kundër sahabëve, gabimet më të rënda që i kanë pas ata dhe më të përhapura është domethënë et tekfir ala sahaba, që i kanë shpall sahabat e pejgamberit alayhi salatu wasallam për qafira, wal khuruj alayhim, dhe kanë rebelu kundër sahabëve ridwanullahi alayhim. Dhe e treta është domethënë tekfir bil kebira, domethënë me i shpall vepruesit e mëkateve të mëdha për qafira. Këta kanë qenë domethënë te khawarij të parë. Këto tre domethënë gabime të rënda që i kanë gjykuar sahabat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për qafira dhe kanë rebelu kundër këtyre dhe vepruesit e mëkateve të mëdha i kanë shpall për qafira. Kurse el mutaakhirun min al khawarij kanë edhe devime të tjera. Prej atyre është disa prej tyre, thot Sheikh Arafati hafidhahullah, e mohojnë bile edhe dënimin e varrit. E mohojnë dënimin e varrit dhe ka disa prej tyre domethënë që edhe një pjesë të sunetit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e mohojnë. Po ashtu kanë edhe probleme dhe gabime dhe rëshqitje në çështjen e emrave dhe cilësive të Allahut subhanahu wa taala. Dhe po ashtu edhe e mohojnë ato të mavonshmit, e mohojnë domethënë që besimtarët do ta shohin Allahun subhanahu wa taala në ditën e gjykimit. Do thonë çështja e khawarijve nuk është çështja vetëm e rebelimit, por këta domethënë është çështja, edhe kjo çështja, prandaj dhe thot Sheikh Zejdi rahimahullah që dietarët e kanë përmend çështjen e khawarijve në librat e akidës. Shkaku i rrezikus së tyre. Siç është domethënë kjo poezi është domethënë çështja e akidës, ku e shpjegon Ibn Abi Dawudi rahimahullah qëndrimi, besimin domethënë akidan e ehli sunna wal jamaa. Dhe në anën tjetër ato që i kundërshtojnë. Dhe ata që i kanë kundërshtuar domethënë janë edhe el khawarij, që i ka përmend këtu domethënë me emrin e tyre. Thot Sheikh Arafati hafidhahullah se prej cilësive dalluese të khawarijve, ata domethënë yubalighun fil ibada, mubalagha, domethënë në mënyrë intensive.
e teprojnë, do më thonë, shfaqin, do më thonë, një energji të madhe në kryerjen e ibadeteve. Se ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, ju, dhe u drejtojnë këtu sahabëve ridwanullahi alehim, do e nënvlerësoni namazin tuaj ndaj namazit së tyre, dhe agjerimin tuaj ndaj agjerimit së tyre. Por janë kilabun nar, janë qenë të zjarit. Kjo të rëndëson se ata, tha dhe sheku, ajo u dosha u duket atyve ke balli, shenjat e seçdes për shembull, ose tregojnë shumë zuhdegji, zuhd, edhe larg dunjas, dhe s'don me pa dunjan e kështu me radh, po megjithatë do më thonë, edhe thot sheku Shekh Arafati, ka mundësi që disa prej tyre me qenë sadik dhe mukhlis, por kundërshtimi i tij, se vepra duhet me pas dy kushtet, jo vetëm me qenë i sinqert, po kundërshtimi i tij i sunetit të pejgamberit alayhi salatu wasalam nuk i bën dobi atit, ajo do më thonë sinqeriteti që ka pas në atë vepër, në atë veprimtari. Edhe thot shehu Shekh Arafati hafidhahullah se el Khawarij që nga përhapja e tyre në fillim, dhe fillim kanë dalë kundër Uthmanit dhe Aliut radiallahu anhuma, dhe i fundit do dalin bashkë me Dejjalin duke i luftuar muslimanët. Bashkë me Dejjalin duke i luftuar, do më thonë, në muslimanët. Prej do më thonë, prej çështjeve që i kanë Khawarij, që vrehet tek ata, kanë dobësi në kuptimin e fesë. Kanë dobësi, kanë mangësi, do më thonë, në kuptimin e fesë. Dhe nuk kanë, do më thonë, kuptim të drejtë. Dhe me gjitha atë thot shehu Shekh Arafati hafidhahullah, do më thonë, dhe kanë ghurur, do më thonë, si vetëpëlqim. Kanë vetëpëlqim, kanë mangësi në kuptim, me gjitha atë mangësin në kuptim, dhe gjehel, po ashtu kanë ignorancë, me gjitha atë ignorancën dhe dobësinë në kuptim, prap e kanë atë vetëpëlqimin, do më thonë, që të kebbur ala sahabat me bo. Do më thonë, me u shfaq arrogant ndaj sahabëve ridwanullahi alehim. S'kemi nevojë për këta. Kush janë këta? Ata bura, ne bura. Kjo është rruga e Khawarijve dhe ku mundet me përfundu njeriu. Që ata do më thonë, shkaku do më thonë, kanë dobësin kuptim, nuk kanë kuptim të drejtë, kanë ignorancë, po me gjithat i ka mashtru vetvetja dhe i ka mashtru shejtani që ta ngrin vetën, do thonë, bi sahabëve ridwanullahi alehim, fajedhunun, ata mendojnë, humel fukaha, humel ulema. Ata mendojnë se ata janë fukahat, djetarët e fikut, dhe ata janë djetarët e fesë. Do thonë, me gjithë ignorancën, s'ka mësua askund, në përburgje do shak gjithë jetën e kanë kalu, edhe thot djetar. Khalid Rashidi djetar, ai qetri djetar. Qysh va kanë mësu musliman vas një sen. Edhe tash ky i Kumanova Sadullah Berami e pash ma qun vlezërit një video aty, thot 2027 çlirohet Palestina. Do më thonë, kjo të regonë, a e ka seriozisht? A e kishte, do më thonë, seriozisht atë muhabet. Nuk e kishte për mutalaj. Edhe oshtu e majtë atë mësim duket gjatë taravive, ku ka shumë xhamat, ku ka shumë njerëz që ta dëgjojnë, që ky me i përgëzu ata musliman se 27-ën edhe 2 vjet po boni sabar edhe çlirohet Palestina. E pse? Kush ka thënë? Ka thënë ai ikhwani Ahmed Yasin El-Halik. Do thonë, themeluesi Hamasit, ai i Palestinës. Ahmed Yasin e keni pa, është në Kolic kështu, ka vdek tash të disa vite. Ai ka thënë, sipas ajeteve që Musai alayhi salatu wasalam ka qëndruar në Egjipt, pastaj ka ardhur Beitul Maqdis, kaq vite, edhe tash janë këto shenja 27 ka është termini i fundit, ta çlirojnë Palestinën. E para punës ju nuk keni në rrugën e Musait alayhi salam. Ju nuk jeni në rrugën e Musait, ju jeni në rrugën e ata që e shajnë Musain alayhi salatu wasalam. Kjo është dallimi i madh, el farq ash-shasi, që është midis juve dhe ikhwansave dhe Musas alayhi salatu wasalam. Do thonë ata nuk janë, ata janë me Sejt Kutubin,
e bojnë të paprekshëm, kurse Sejt Kutubi është ai që ofendon dhe e shan dhe nënçmon Musajin alayhis salatu wassalam. Çfarë fitore pritet këtu? Fitoria vjen kur do jemi në rrugën e Musajit alayhis salatu wassalam. Fitoria do vjen kur do jemi në rrugën e Isait alayhis salatu wassalam. Fitoria do vjen kur vjen në rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Atëherë realizohet fitoria. Jo fitoria në rrugën e Sejt Kutubit. Shaj Musa alayhis salatu wassalam e ne vjen fitoria. Musa alayhis salatu wassalam bil munasaba tash, Musa alayhis salatu wassalam ka besuar se Allahu shihet. Prandaj ka kërkuar Allahut me të pa. Musa alayhis salatu wassalam i ka kërkuar Allahut që në dunja me e pa. Edhe thot Sheikh Arafati te usulu sunat Imam Humeidit rahimullah, kjo tregon domethënë që Musa alayhis salatu wassalam nuk e ka kërkuar një gjë që është mustahil, e pamundshme. Është e mundshme, por nuk është e mundshme në dunja. Ashtu ka dash Allahu. Do thonë, nuk kërkon Musa alayhis salatu wassalam një gjë nga Allahu Teala që është e pamundshme, jo. Gjë e mundshme. Po ajo do jetë domethënë në ahiret. Sheikh Arafati thotë el mutaakhirin min el khawarij e mohojnë inkar ru'yatillah fil akhirah. Ata mohojnë domethënë që besimtarët do e shohin Allahun subhanahu wa taala në ahiret. E ne tash si me Musa alayhis salatu wassalam, jo kaç ka qenë aq ka qenë, jo. Bohuni në rrugën e Musait alayhis salatu wassalam dhe në rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe atëherë vjen ndihma e Allahut. Dhe kjo tregon thonë ignorancën e këtyre njerëzve, që dalin aty si xhallare promovojnë veten, kurse këta çështje e prekin gajbin. E prekin gajbin këta çështje. Janë çështje të rënda domethënë. Islami nuk ka lidhje me fallxhorizëm. Islami e dënon fallxhorizmin dhe larg me qëndru fallxhorave. Ama kur nuk e mëson kitabu tauhidin, kur merresh me prallat e Huweinit, atëherë ndel këtu. Kur merresh me se Huweini nuk u ka mësuar këtyre akiden edhe tauhidin. Huweini që e quhen ata allama, dietar, ai Nizram, ai çetri, do thonë do një susuri si quhet ai, do një Prizrenit. Krejt do më thonë dalë, se këta do më thonë, si thonë shujuhët, këto raste të tilla i qesin brirët këto njerëz. Dalë ftyra e vërtet, do më thonë, se sa ne përmbajnë veten, emocione, jo kështu jo ashtu, edhe dalin. Edhe shihet do më thonë, kën me kën është. Se ndoshta si ka thënë Imam Leuzai rahimullah, ka mundsi njeriu na e fsheh neve bidatin, ama shoqnin sa ne fsheh. Ai del Karni kishte bosh shkrim për Huweinin. Mas disa orësh kishte dash me fshi, se vjen lun puna pendraku, që ta dini. Se si ka thënë Uthmani radiallahu anhu, atë që nuk e bën Allahu me Koranin e bën me sultanin. Atë që nuk e bën Allahu me Koranin e bën me sultanin. Këta nuk kuptojnë me Koran. Sheikh Rabia tu i refuzu, Sheikh Ahmed e Nejmi tu i refuzu, Imam Lara tu i refuzu, këta nuk kuptojnë. Atëherë vjen pendraku. Vjen pendraku i Ali Saudit, atëherë kuptoni mirë. U ikin ato, si ka thënë ai Ibn Sebihi, Omerit, ja Emir el Mu'minin, krejt ato mendime, ikën ato. Kur ikën? Kur erdhi pendraku, shkopi Omerit radiallahu anhu. Prandaj do më thonë, kjo është, kësa i thuhet arabisht, yadhakun ala nas. Këta që i qeshin me njerëzit me muslimant, i tallin musliman këta. Kjo është tallje do më thonë. Që ti tu tregosh muslimanëve 27-ën po çlirojnë Palestinën e kështu. Ama kjo, si thash, pasoj do më thonë që nuk e ka mësu tauhidin ata. Që nuk e ka mësu ata tauhidin. Sepse janë tu marrë gjithë jetën me pralla. Ishte këtu, dola këtu, isha atje, e shumë radhë. Ai tjetër që ka mbet, Muhamet Hasani, unë s'kum pa do më thonë njeri me qajt palot. I qeti si do më thonë nalë kër e qoj krytin, do më thonë si të fata. As një sen. Do më thonë me të vërtet aktora në këta. Me të vërtet aktora. Pasta edhe para që për në Egjipt, do më thonë, thot aty më duket natë video, më duket, se ku marru që ka 2 javë. Thot tash i vjen radha Egjiptit, do më thonë pushtetarit e Egjiptit, pastaj pinë e Egjipt edhe aty do futemi në Palestinë. Do më thonë këta njerëz do më thonë nuk mësun, do më thonë nuk mësun. Si ata Khawarij, do më thonë Adnan Aruri dhe ato tjerit, kanë thënë do më thonë Siriankat do më thonë lindin shumë. So problem, 1 milion të vriten në Siri, so problem. Ne të vriten ata.
Kryesorja ne pastaj ta kemi pushtetin. Edhe si ka thënë Ibn Hazm rahimahullah, këta njerëz domethënë nuk kanë çliru xhawarit, flasim. Nuk kanë çliru asnjë vend prej qafirave. Por si ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, yaqtulun ahlul islam wa yatrukun ahlul awthan, i vrasin muslimanët, i vrasin besimtarët dhe i lënë në rahati domethënë paganat ose mushrikët ose qafirat kështu. I lënë domethënë në rahati qafirat kurse i vrasin besimtarët dhe muslimanët. Kjo është rruga e xhawaritëve dhe në fund Dejjalli ka me dalë kundër muslimanëve, që edhe ata me i mashtru dhe me i bo pa besimtar. Edhe ata do dalin bashkë me Dejjallin, do e kenë udhëheqës. Edhe do shta do dalin pravagjisi ky i Kumanova, se në do thonë, kjo është Mehdiu tashë. Për Dejjallin do thonë, me Mehdiu është. Hajde lidhuni mas këtita, këtë e kimi imam tash. Do thonë, me të vërtet, sa e doba duhet tjetë logjika e këtij njeriut që me përmend këtë çështje. Edhe me i besu do më thonë. Me i besu do më thonë kësaj gënjeshtrës dhe këta çështje. Sa i dobat do më thonë duhet t'jesh. Shumë i dobat duhet t'jesh. Shumë i dobat. Ibn Abi Davud rahimahullah thot, la ta'taqid ra'il khawarij. Mos e ke bindje mendimin ose rrugën e xhawarij ose besimin e xhawarijve. Po qëndro larg. Sepse ajo është rrugë, do më thonë, ose fjalë, ose mendime, ose ideologji që e ndjek epshin. Dhe në fund, do më thonë, shkaku i pasimit të epshit, shkatrohen ata. Shkatrohen. Edhe thot Sheikhu Sheikh Arafati hafidhahullah, ato prej të ma vonshmit të xhawarijve, ka disa prej tyre do thonë që thonë se Kur'ani është i krijuar. Pastaj vjen çështja e murxhiave, el murxhia, që e përmend Ibn Abi Davudi rahimahullah. Por këtë pjesën do e vazhdojmë në mësimin e radhës. Hadha wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm الدين. تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا.